Qeveria I dorëzoi Kuvendit iniciativën për shkarkimin e krye prokurorit Kocevski. Nevzat Bejta dorëzoi kandidaturën për kryetar të komunës së Gostivarit, do të mbështetet nga Vleni. Shënohet dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut, personat me nevoja të veçanta kërkojnë më shumë mbështetje. Nisë rrëfejet në gjykatën e Kosovës, spiuni ushtarak serb tregon se Milan Radojčić ndaloi një sulm duke pritur fitoren e Trumpit. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Propozimi I qeverisë për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Kocevski është proceduar në kuvend, ka mbetur të vendoset se kur do të futet në rend të seancës parlamentare. Ligj parashikon që shkarkimi I prokurorit publik mund të dorëzohet në kuvend me mendim paraprak të Këshillit të Prokurorëve Publik. Miropo, ky kusht nuk është arritur në rastin e Kocevskit. Ka arritur në kuvend propozimi I qeverisë për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Kocevski. Shërbimet e kuvendit njoftojnë se për procedurën e mëtejshme do të njoftojnë në mënyrë shtesë, gjëjesisht se kur ky propozim do të vendoset në rendite në seancë parlamentare. Tani është fjala e kuvendit, ku deputetët do të votojnë nëse janë pro apo kundër shkarkimit të Kocevskit. Neni 88 I ligjit për prokurori publike sqaron qartë se një prokuror publik mund të shkarkohet me 2 kushte: nëse është bërë antar I ndonjë partie politike, ose nëse ka kryer shkelje të rënd disiplinore të kryer me qëllim ose pa kujdesi të dukshme, pa arsye të justifikuara, dhe nëse shkelja ka shkaktuar pasoja të rënda. Gjithashtu I njëjti ligj parashikon që shkarkimi I prokurorit publik mund të dorëzohet në kuvend me mendim paraprak të Këshillit të Prokurorëve Publik. Mirëpo, ky kusht nuk është arritur pasi që Këshilli I Prokurorëve dha mendim negativ për propozimin e qeverisë për shkarkimin e Kocevskit, ku propozimin e pranuan 3 antar, ndërsa 6 votuan kundër. Procedura për shkarkimin e Kocevskit nisi në fillim të këtij viti, ndërsa e njëjta u ndërprer pas tragjedisë në Koçan e më pas për shkak të periudhës zgjedhore. Në verë, në kuvend u paraqit interpelancë kundër Joveskit nga Partia Levica, të cilët konsideronin se ai duhet të largohet nga ky funksion për shkak të jo funksionalitetit dhe ndikimit politik në punën e prokurorisë. Deputetët në seancë plenare në verë me 70 vota pro e mbështetën interpelancën kundër Kocevskit. Pas votimit në kuvend I mbetej Kocevskit nëse do të tërhiqej vetë ose do të ishte qeveria që do të vazhdonte me procedurën për shkarkimin e tij. Iniciativën e qeverisë për shkarkimin e Kocevskit e pati përgatitur Ministria e Drejtësisë, sipas së cilës Kocevski në disa lëndë që ai ka punuar kishte rrethana që ngrinin dyshime për paanshmërinë e tij, si dhe konflikt interesi, dhe rrethana për të cilat ai duhej të ishte në dieni dhe nga të cilat duhej të ishte përjashtuar. Ndërsa prokurori publik Lubomir Joveskij e ka demantuar këtë, duke thënë se ai ka punuar duke ndjekur ligjet dhe afatet kohore që ato përcaktojnë. Lupço Kocevski për prokuror publik është emëruar në kuvend më 13 janar 2024 nga shumica LSDM-BDI dhe mandati I tij është 6 vjet. Alban Kadriu, jurist I diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës nga Tetova, propozohet për antar të ri në Këshillin Gjyqësor që sot në Komisionin për Zgjedhje dhe Emërime kumtoi përfaqësuesi I koalicionit Vlen në kuvend Bekim Qoku. Kadriu I diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin UEL, ku dhe magjistroi punoi me qeveri, ndërsa pastaj në MPB dhe SPB Tetov. Në biografinë e tij të publikuar në webfaqen e kuvendit, ai theksoi se si jurist deri më tani ka dhënë rezultate solide dhe se me përvojën e tij të mëparshme si jurist I plotësoi kërkesat për antar të Këshillit Gjyqësor dhe se do të ndihmojë me sukses në zbatimin e reformave në gjyqësor. Për antar të Këshillit Gjyqësor ishin paraqitur 10 persona.
Një deputet nga radhët e VMRO-s është kërkuar të hiqet imuniteti për shkak se dyshohet për përfshirje në një aksident komunikacioni ku ka humbur jetën dhe edhe një 13 vjeçar. Partia Levica po kërkon marrjen e imunitetit të këtij deputeti. Në një letër që është dërguar kryetarit të kuvendit Afrim Gashi, familjarët kanë shqetësim të thellë për ndikimin e deputetit në procesin gjyqësor sepse ende prej atëherë nuk është ngritur as akt akuzë për këtë ngjarje tragjike. Partia Levica kërkon marrjen e imunitetit deputetit të VMRO DPMN-s Mitko Jançev për shkak se dyshohet të jeti përfshirë në një aksident trafiku dhe kundër tij rëndojnë vepra të rënda penale. Në një letër që i është dërguar kryetarit të kuvendit Afrim Gashi nga prindërit e një vajze 13 vjeçare, tregojnë se vetura e deputetit Minçev në Ilinten është përplasur me një moped. Ata thonë se nga aksidenti vajza e tyre Anastasia Todorovska dhe 13 vjeçari drejtuesi i mopedit kanë marrë lëndime të rënda, ndërsa 13 vjeçari ka ndërruar jetë pas lëndimeve të marra. Deputeti Mitko Jançev është privuar nga liria dhe është dërguar në stacion policor për shkak të dyshimeve të bazuara për kryerje të veprave penale, vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në trafik dhe rrezikimi i sigurisë në trafik. Në letër prindërit e vajzës së lënduar rënd mes tjerash theksojnë se i kanë shqetësim të thellë për ndikimin e deputetit në procesin gjyqësor, sepse ende prej atëherë nuk është ngritur as akt akuzë për këtë ngjarje tragjike. Ajo që na trondit më së shumti si prind, është ajo që deputeti Mitko Jançev, edhe krahas pasojave tragjike nga aksidenti, nuk ka gjetur forcë as të na kërkoj falje dhe as të shpreh as edhe një fjalë mbështetje njerëzore, momentet kur familja jon përballet me dhimbje, pasiguri dhe frikë për jetën e vajzës tonë. Familjarët shtojnë se ekzistojnë indicie se deputeti Jançev mund të keqpërdor pozitën e tij dhe të thirret në imunitetin e deputetit. Zëvendës ministri i Brendshëm Astrid Tiseni ka deklaruar në emisionin Debat në Shenja se MPB po merr masat e duhura për të siguruar mbarvajtjen e protestës për UÇK-n dhe për të ruajtur sigurinë publike. Tiseni ka folur edhe për projektin Safe City, duke deklaruar se ambicjet e MPB-s janë që ky sistem të shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në emisionin Debat në Shenja, i ftuar i radhës ka qenë zëvendës ministri i Brendshëm Astrid Tiseni. Tiseni u shpreh se përgatitjet për protestën që pritet të mbahet në Shkup më 13 dhjetor janë duke u zhvilluar në përputhje me procedurat ligjore. Ai sqaroi se MPB po merr masat e duhura për të siguruar mbarvajtjen e ngjarjes dhe për të ruajtur sigurinë publike. Tiseni gjithashtu dha sqarime për veteranët e UÇK-s, të cilët priten të vinë në protestë dhe garancës se ata nuk do të arrestohen nëse kanë fletarest nga Serbia. Garancë do të ketë atëherë kur protesta do të rrjedhin të qetë dhe do të rrjedhin në atë nivel ku do të tregohet një qytetari e lartë, ka deklaruar Tiseni. Ministria e Punëve të Brendshme nuk do të ketë as reagime, meqense ne jemi për të siguruar ato, jemi për të krijuar kushte komode, do thotë jemi që ne ato të mbajnë protestën në atë formën më të mirë të mundur. Po meqense ndonjëherë e dim se edhe protestat eskalojnë, normalisht se Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund të jetë garancë, meqense për neve garancë është ligji, atë e dim dhe ne duhet gjithë ta respektojmë ligjin në suazet e asaj që është e shkruar. Dhe kjo problematik besoj se është e kakmoqme, është një problem më i vjetër, në të cilët besoj se kjo qeverisja ndoshta jo në atë formatin e shkruar, po në formatin verbal ka një vullnet, ka një elan për gjetë edhe zgjidhjen e këtyre rasteve të cilët kërkohen ndoshta edhe prej Interpolit edhe kanë flet arrest. Ndërkaq, Tiseni pati rastin të flet edhe për projektin Safe City, ku vetë ai e përgëzon këtë dhe tha se ata kanë planifikuar në fillim periudha testuese të jetë 1 muaj, por sipas gjitha gjasave kjo periudhë testuese do të zgjas edhe 1 muaj shtesë. Shtesë dhe planifikojmë që diku të fillojë implementimin me një shkurt të vitit 2026, gjë që ambicjet e Ministrisë Punëve të Brendshme janë që ky sistem i Safe City të shtrihet në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe një ashtu mendojmë se ky sistem i Safe City duhet të shtrihet në çdo rrugë, në çdo rrugicë që këtë siguri dhe këtë kontrol të ndjej çdo qytetar. Tiseni u shpreh se ata punojnë edhe në modifikimin e kamerave, sepse siç tha ai, qëllimi nuk është vetëm se të pozicionojnë kamera, por edhe të përpunohen ato që të regjistrojnë çdo vepër e mundshme penale.
Nevzat Bejta synon që të kthehet sërish në krye të komunës së Gostivarit, 8 vjet pas humbjes së pozicionit në përballjen me Arben Taravari. Bejta kandidon në zgjedhjet e përsëritura në emër të koalicionit Vlen. Bejta, i cili më parë ishte kryetar komune nga radhët e BDI-s, kësaj radhe do të përballet me strukturën e ish partisë së tij, e cila në këto zgjedhje e mbështet kandidatin e partisë së Taravarit, Valbon Limanin. Afrimi i datës së zgjedhjeve të përsëritura lokale në disa komuna ka filluar të intensifikojë edhe aktivitetet politike në terren. Në Gostivar, koalicioni Vlen ka zyrtarizuar si kandidat për kryetar komune Nevzat Bejtan, i cili sot edhe zyrtarisht e deponoi kandidaturën e tij në Komisionin Komunal Zgjedhor. Në konferencën e parë zyrtare, i shoqëruar nga ministri Azir Aliu e zyrtar të tjerë të koalicionit Vlen, Bejta tha se kërkon mbështetje nga të gjithë gostivarasit pa dallim të bindjeve politike, kombëtare dhe fetare. Ai gjithashtu ka falenderuar krerët e koalicionit Vlen për besimin dhe mbështetjen e ofruar. Tha se për 8 vite sa pushtetin e kanë pasur të tjerët, Gostivari është shkatruar. Për 8 vjet të shkuar, qyteti i Gostivarit është shkatruar. Dhe me këtë mbështetje që më japin liderët e Velenit, do të ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Për shkak se qytetarët e duan qytetin e vet, edhe na do bashkohemi për të ndërtuar bashkë me qytetarët qytetin ton, edhe të bashkuar do jemi deri në fitoren e madhe të 11 janarit. Këtë e bëjmë për të mirën e gjithë qytetarëve të Gostivarit. Thotë se kandidatura e tij vjen si rrjedhoje kërkesës së shumicës së qytetarëve që ai të futet në garë. Deklaron se së shpejti do të zbulojë se si qeverisja aktuale lokale ka keq përdorur mbi 20 deri në 30 milion euro. Meqense 2 mandate ka qenë kryetar komune në emblemën e BDI-s, Bejta foli edhe për koalicionin BDI-ASH në këtë komunë. Është drejta e partive politike, po nuk mund t'i komandojnë votuesit dhe antarësinë. Ju e dini shumë mirë si gazetar se Arben Taravari 10 vjet i ka ofenduar votuesit e BDI-s. I ka ofenduar udhëheqësit e BDI-s. Edhe unë nuk besoj se votuesit dhe qytetarët do t'ju japin votën atyre, pa ato do t'ju japin votën kandidatit i cili e meriton dhe që punon për të mirën e qytetit të Gostivarit. Përveç Bejtës, kandidaturën për kryetar të Gostivarit e ka zyrtarizuar edhe kandidati Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Limani, i cili kërkon të vazhdojë udhëheqjen e Gostivarit, pasi afro 2 vite ka qenë ushtrues detyre në këtë komunë. Në Gostivar përsëritën zgjedhjet për shkak se në tetor nuk u përmbush censusi i nevojshëm. Përveç Gostivarit, zgjedhjet do të përsëriten edhe në Vrapçisht, Mavrov, Rostush, po edhe në qendër Zhup. Edhe sot, partia opozitare maqedonese ka ngritur pretendime për tradhtinë e bërë sipas tyre nga qeveria në marrëveshjen për emigrantët me Britaninë e Madhe. Venko Filipçe tha se është e qartë se pranimi i migrantëve është pjesë e kredisë së dakorduar me Britaninë e Bashkuar. Nga ana tjetër, ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë së jashtme Timço Mucunski ka mohuar kategorikisht se ekziston ndonjë marrëveshje për pranimin e emigrantëve. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe ka theksuar se VMRO-DPMN e ka tradhuar dhe ka shitur mashininë e veriut për migrant. Ai theksoi se kjo është arsyeja pse qeveria e VMRO-DPMN-s nuk jep përgjigje konkrete për marrëveshjen me Mbretërinë e Bashkuar, duke kujtuar se LSDM prej ditësh kërkon përgjigje të qarta nga kryeministri Mickoski. Filipçe tha se është e qartë se pranimi i migrantëve është pjesë e kredisë së dakorduar me Mbretërinë e Bashkuar. Prej disa ditësh me radhë, paralajmërojmë se kryeministri Mickoski ka negociuar për pranimin e emigrantëve në Maqedoni. Gjatë gjithë këtyre ditëve kemi kërkuar përgjigjen, a është dakorduar plan për pranimin e emigrantëve, a do t'u lejohet dhe a do t'u jepet qëndrimi i përhershëm, a do t'u sigurohet punë, a do të marrin pasaport maqedonase, a planifikoni t'i vendosni në tenda apo t'i ndërtoni banesa sociale, dhe siç e shihni, nuk ka përgjigje. Nga ana tjetër, ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë së jashtme Timço Mucunski ka mohuar kategorikisht se ekziston ndonjë marrëveshje për pranimin e emigrantëve.
Dua të jemi qartë, kjo qeveri as nuk ndjek dhe as nuk do të ndjek politik për pranimin e emigrantëve në as një formë, nuk ka marrëveshje, as negociata, nuk ka kuota, as qendra, as marrëveshje tranziti. Një iniciativë e tillë as nuk është shqyrtuar, as nuk ka ndonjë qëllim politik në atë drejtim. E gjithë kjo është absolutisht e pavërtetë. Ai më tej shton se qeveria është plotësisht e përkushtuar ndaj zhvillimit ekonomik dhe përmirësimit të cilësisë së jetesës së qytetarëve dhe se ai tha se ndërton partneritetet që sjellin përfitime konkrete për çdo familje, për çdo komunë dhe për vendin në tërësi. Kryetari i Sindikatës Administratës së Organeve Gjyqësore dhe Shoqatave Qytetare Tërpe Dajenovski ka deklaruar se gjykatësit duhet të përjashtohen me të drejtat që sigurohen nga marrëveshjet kolektive. Ai e mbështet këtë duke argumentuar se janë zyrtar dhe jo punonjës administrativ. Gjykatësit nuk kanë të drejtë të kërkojnë të drejta që burojnë nga marrëveshjet kolektive të nënshkruara nga sindikatat, kështu vlerëson Tërpe Dajanovski, kryetari i sindikatës UPOZ, pasi sipas tij, gjykatësit janë zyrtar dhe jo punonjës dhe prandaj nuk kanë të drejtë të mbështeten dhe të kërkojnë të drejta që punëtorët i kanë fituar nga marrëveshjet kolektive. Për të i palogjikshëm është fakti se gjykatësit padisin dhe ngren procedura penale për të fituar nga ato të drejta. Mnogo pati kažavме до сега дека судиите E tham disa herë, gjyqtarët në mënyrë të pabazuar dhe jashtë çdo logjike padisin në bazë të marrëveshjeve kolektive, të cilët janë nënshkruar nga sindikatat. Duhet ta dini se gjykatësit janë funksionar, gjykatësit nuk janë punëtor. Gjykatësit janë të njëjtë funksionar si të tjerët, qoftë ministër, deputet, zëvendës ministër, kryeministër, por edhe kryeparlamentar. Nuk mundet që në funksionar të padis për të drejta nga marrëveshje kolektive të cilat vlejnë për ne punonjësit. Dajanovski njofton se 3 vitet e fundit nuk është miratuar asnjë plan për punësime të reja në gjykata, edhe pse shumë punonjës ikin për shkak të pagave të vogla, thotë se situata është alarmante. моментално во судовите. Askush nuk ka rroga momentalisht, derisa të lëshojnë rrogat për të gjithë të punësuarit në gjykata. As gjykatësit, askush. Sot pritet të merret vendimi lidhur me buxhetin e Këshillit Gjyqësor. Ju rekomandoj që të marrin vendim që rrogat të lëshohen edhe mbështesat për të gjithë të punësuarit. Nëse nuk merret një vendim i tillë, veçmë punonjësit të 4 gjykatave kërkojnë ndërprerje të punës. Presim të vendosin nëse do të jetë protest. Nga ana jone tham që nuk do t'i presim të gjithë. Ata që duan të shprehin pakënaqësi, le të na bashkohen. Deklaron se nga protestat eventuale të punonjësve gjyqësor më së shumti do të humbin qytetarët, megjithatë thotë se protestat sjellin dënime për punonjësit e gjykatave të cilët në fund dënohen me 40% nga rroga. Ai shtoi se pavarësisht protestave të shumta, shteti dhe institucionet deri më tani nuk kanë dëgjuar kërkesat, por edhe nevojat reale për punonjësit gjyqësor. Borxhi i komunës së Sarajit momentalisht është 3 milion euro. Kryetari Muhamet Elmazi ka mbajtur një konferencë për gazetarët ku ka theksuar se tha se gjatë hulumtimit të dokumentacionit administratës së kaluar kanë gjetur edhe në kontrata të shumta marrëveshje të paarsyetuara dhe shpenzime të bëra pa mbulesë. Kryetari i ri i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, ka mbajtur sot konferencën e parë për media nga marrja e detyrës së tij për të udhëhequr me këtë komunë. Ai tha se borxhi i komunës momentalisht është 3 milion euro, ndërsa Elmazi prezantoi edhe borxhet që komuna ka pasur në udhëheqjen e menaxhmentit të kaluar. Nga të dhënat e dalura nga dita e sodit, mund të themi lirisht se borxhi i komunës Sarajit, flas si komunë, nga të dhënat e reja të azhuruara është 3 milion euro. Borxhi i ndërmarrjes publike në kuadër të komunës Sarajit, higjiena komunale, është 425.000 euro. Borxhin të cilën e ka Qerdhja Filizi në kuadër të komunës Sarajit është 230.700 euro. Borxhin të cilën e kanë shkollat fillore komunale është 198.000 euro. Borxhin të cilin e ka ndërmarrja publike për menaxhim me ndriçimin publik akcios është 127.000 euro.
Këtë borxhe, Elmazi tha se ka mbajtur komunën e bllokuar që nga marrja e mandatit, pasi siç tha, përmbaruesit kanë qenë aktiv. Ai më tej tha se kanë hasur edhe në kontrata të shumta, marrëveshje të paarsytuara dhe shpenzime të bëra pa karar. Sipas tij, këto praktika nuk kanë të bëjnë asnjë lidhje me interesin publik, prandaj komuna është futur në kaos financiar. Megjithatë, kreu i Sarajit thotë se ata tani më vetë se kanë nisur vendosjen e rregullimit financiar, forcimin e kontrollit të brendshëm dhe ngritjen e transparencës në nivelin më të lartë. Abbas Berisha, një person me aftësi të kufizuara, ka rrëfyer për televizionin Shenja sfidat me të cilat përballet kjo kategori e qytetarëve. Ai shprehet se në situata të caktuara ndihet edhe të bullizuar apo të nënvlerësuar nga shoqëria duke krijuar një ndjesi përjashtimi dhe pabarazie. Sot në kuadër të ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, sollëm në fokus zërin atyre që shpesh mbeten të padëgjuar, personat me aftësi të kufizuara. Edhe pse ligjërisht gëzojnë në të njëjtat të drejta si çdo qytetar tjetër, realiteti i përditshëm tregon një tjetër pamje, si mungesë mbështetje institucionale, qasje të vështirësuar në shërbime dhe paragjykime që i shoqërojnë në jetën e përditshme. Abbas Berisha, një person me aftësi të kufizuara, njëkohësisht edhe pronari i shoqatës Mirësia me seli në Shkup. Ndau me ne sfidat me të cilat ata përballen më së shumti, nga ku tha se janë të shumta dhe shpesh të rënduara, nga ku thekson edhe mungesën e mbështetjes së mjaftueshme nga shteti. Ai shprehet se në situata të caktuara ndihen edhe të bullizuar apo të nënvlerësuar nga shoqëria, duke krijuar një ndjesi përjashtimi dhe pabarazie. Pengesa ka shumta janë, por ka disa përmirësime. Konkretisht mas shumë probleme kemi me trotuarët. Trotuarët janë të nalta shumë. S'kemi qasje dikun, duhet ndoshta 100-200 metra ma larg shkojsh se s'ke qasje, dush pa tjetër me gjetë desat ku ki qasje në realitet. Pastaj është problemi me parkingjet, i parkojnë në realitet në trotuare ma shumë. Kerët shumë, disa i parkojnë vende pa vend, shembull unë kuptoj që nuk ka, është problem për parkingjet. Por është problemit paktën duhet me menu ato që ka njerëz me aftësi të kufizuar apo. Berisha ka folur edhe për mungesën e automjeteve që i siguron JSP për kategorinë e personave me nevoja të veçanta. Se faktikisht ne kemi drejt edhe kombit JSP-s faktikisht, por edhe ato tash për momentin nuk ka kombit, ato i kanë thonë jo nuk i kanë rregull, nuk janë të prishta veturat, nuk kanë vetura, kështu që na kemi nevojë shembull, nuk kemi na që mujmë me udhëtu shembull 20 km apo 10 km me karrocë, sepse kjo është me rrim, kjo 20 maksimum 20-30 km nuk i ban, s'besoj. E kështu që jemi detyruar nganjëherë edhe me karrocë, me shku këto destinacione që kemi punë faktikisht do njerë në i dokument, pa marrë parasysh se shka. A i thekson se ka shumë pengesa që i tangojnë personat me aftësi të kufizuara, ku edhe thekson se edhe disa spitale nuk i plotsojnë kushtet e tyre. A i shton se ka përmirësime, nuk është situata si disa vite më parë, por përsëri ka vend për përmirësim. Ndërka që shton se as prej shtetit nuk kanë ndihmë të mjaftueshme dhe kërkojnë nga shteti mbështetje në çdo aspekt. Për shtetit në mbështet në çdo aspekt, faktikisht të rregullojnë që infrastruktura të rregullohet, kemi qasje në për trotuare, kemi na për spitale, dikun disa ministri nuk kemi as mundësi me i, edhe ati t'i përmirësojnë, kështu që duhet na i rregullojnë këto gjërat. Çfarë do doni që të ndryshoni në mënyrën se si trajtohen personat me nevoja të veçanta? Po unë po e ceki. Sa ndjeni bullizim ndonjë rast? Ndonjëherë edhe po, se drejtën ta them, ka njerëz të pandërgjetshëm nganjëherë që sidomos nuk na japin përparësi në zebra apo vijat e bardha kur kalojmë, na asin e disa janë arrogant, edhe leqe është fajtor, po edhe me arrogancën e vetë që ti fajtor, faktikisht, do me të bo ti fajtor edhe pse është vetë fajtor.
Ndërkaq, mesazhi i tij ndaj personave me aftësi të kufizuara është që çdo herë të jenë këmbëngulës dhe të luftojnë për atë që dëshirojnë ta bëjnë dhe mos të ndalen, mos të hezitojnë të dalin të kërkojnë të drejtat e tyre, të mos mbyllen nëpër shtëpi dhe të shoqërohen me njerëz dhe bëri apel që çdo herë të jenë të fortë, të guximshëm dhe kur të mos ndalen. Njëri prej të arrestuarve për sulmin terrorist në veri të Kosovës ka nisur të flasë për aktivitetet e grupeve që synojnë të minojnë sovranitetin e vendit. Spiuni ushtarak i Serbisë Jovan Vicentjević ka deklaruar se Milan Radojčić ndaloi një sulm në Kosovë shkaku i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pritjes për fitoren e Donald Trump. Madje ai thotë se Radojčić financoi fushatën e Trumpit me 30 milion euro përmes lobit serb. Koloneli i shërbimit sekret ushtarak të Serbisë, Jovan Vicentjević, ka rrëfyer para gjykatësve në Prishtinë se në tetor të vitit 2024 ishte planifikuar një sulm tjetër në territorin e Kosovës. Ai nuk ka dhënë detaje për natyrën e operacionit, por ka thënë se plani u ndalua nga Milan Radojčić, i cili është në kërkim ndërkombëtar për sulmin në Banjsk në shtator të vitit 2023, ku mbeti vrar Togeri Afrim Bunjaku. Sipas rrëfimit të Vicentjevićit, Radojčić e ndaloi sulmin shkaku i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pritjes për fitoren e Donald Trumpit. Madje, ai thotë se Radojčić e financoi fushatën e Trumpit me 30 milion euro përmes lobit serb. I pandehuri për sulmin me rreth 20 kg eksploziv në kanalin e Ibër Lepencit një vit më parë, Jovan Vicentjević, përveç akuzës për veprën terroriste, po hetohet edhe për spionazh, ndërsa në dosjen figuron edhe një kartel i inteligjencës ushtarake të Serbisë. Vicentjević ka pohuar gjithashtu se një ditë para sulmit armatosur në Banjsk, ai ndodhej në një bazë ushtarake në Serbi, ku sipas tij ishte duke u trajnuar grupi Radojčićit. Akt akuza për sulmin në kanalin e Ibër Lepencit përfshin vëllezërit Jovan dhe Dragisha Vicentjević, që akuzohen për rrezikim të rendit kushtetues me shkatërim apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike dhe për terrorizëm. Ata dhe Igor Dimiçi akuzohen edhe për armbajtje pa leje. Raporti ekspertimi gjeologjik i FBI-s i 3 nëntorit të këtij viti kishte dalë në përfundim se mostra e dheu të çizmeve të sekuestruara në shtëpinë e vëllezërve Jovan dhe Dragisha Vicentjević më datën 30 nëntor të vitit 2024 nuk dallon me monstrat e dheu të marrë në vendin e ngjarjes në fshatin Vrak te kanali i Ibër Lepencit, ku ndodhi sulmi terrorist më 29 nëntor të vitit të kaluar. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se procesi gjyqësor do të dëshmoj se të akuzuarit ishin pjesë e strukturave ilegale të Serbisë, të lidhur ngushtë me mikun e Vučićit, terroristin Milan Radojčić dhe struktura tjera shtetërore të Serbisë që planifikuan dhe urdhëruan sulmin terrorist. Në anën tjetër, autoritetet në Serbi nuk janë përgjigjur kërkesës së Kosovës për bashkëpunim në hetimin e sulmit në Ibër Lepenc. Megjithatë, që presidenti i Serbisë pati premtuar në disa raste se do të bashkëpunojë për çështjen edhe me policinë dhe prokurorinë speciale në Kosovë. Lajmi i Shkëndijës ishte i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.